Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Me një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka dikush që vjen spital thotë i poshtë Ministri e Financave nuk e don as partia e vet. Nonën e çdin komaran ajo punë e mova, kupton? Me kanë Abdullahotin në një parti të udhëhequr nga Primera Republika. Miqtë e gazetës Infokus dhe televizionit Dugagjini. Kam kënaqësinë që edhe këtë javë me pas musafir të ftuar një prej persona më kompetent dhe më të zëshëm në këto vitet e fundit për të trajtuar me shumë kompetencë dhe me fakte temat e ekonomisë dhe skandalet e aferat e mëdha që e kanë përfshi në 4 vitet e fundit qeverisin e Albin Kurtit. E ftuar këtë javë është Hikmete Bajrami, deputete e Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Hikmete, faleminderit shumë që Faleminderit për ftesën. Kënaqësi, kemi diskutuar gjatë për me realizu këtë bisedë në podcast. Vërtet. Por sot po besoj është ndoshta ditë që nuk mund t'i shmangum pa i komentu zhvillimet e fundit. Ato me bizneset e cilat fillun protestën, bizneset të cilat ju në parapaqe do të dalin ose ju ka imponu me dalin në tregun e hapur, në këtë që është deregullim i tregut që kemi pas obligim, por që është bën në mënyrë shumë të shpejt, në mënyrë të paparalajmëruar, në mënyrë të papërgatitur, e që po ka indicje që disa prej tyre mujnë me falimentu e disa prej tyre kostën e tyre do ta pagujnë qytetarët e Republikës Kosovës. Që shëpat protestën fillimisht, pandej, po kom dëshirë me komentuar deklaratën e kryeministrit në detyrë, zotit Albin Kurti, dhe ministres e ekonomisë, zonës Rizvan Nolli. Tani, më vjen keq jashtëzakonisht shumë që sot 1300 biznese apo punëdhënësit e 143.000 punëtorëve Albin Kurti i detyroi që të dalin në rrugë. Një qeveri, këta nuk janë as qeveri, më duhet ta them këtë, sepse është mbi të gjitha aneni 72 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës që të thotë që mundesh me qenë ose në ekzekutiv ose në legjislativ, dhe këta kanë bë betimin e deputetit dhe janë komplet janë në shkeljet e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe kanë uzurpuar zyrat e qeverisë së Republikës së Kosovës. Por vendimi me qenë se është konsekuencë e veprimeve dhe të mahershme, do më thonë që është marrë gjatë mandatit të tyre të rregullt, duhet ta them që më vjen keq që me veprimet e tyre prap i kanë shty këta njerëz që dalin dhe të protestojnë dhe të bllokojnë sot të gjitha hyrjet dhe daljet e Prishtinës. Një qeveri duhet me i shërby komunitetit të biznesit. Gjatë 4 viteve të kalume ne nuk kemi pa as edhe një politik, as edhe një të vetme, e cila ka qenë në funksion të përmirësimit të ambientit të biznesit. Si rezultat i sajna, ne kemi thëllimin e deficitit tregtar. Më lejoni t'ju them këtu që deficiti tregtar për periudhën 2001-2021 është 39 miliard euro, deficiti tregtar. Do me thonë, ne kem qitë pare jashtë Kosovës, apo me pare tona kena bli maldra jashtë. Edhe kjo është diferenca në mes asaj se çfarë kemi bli dhe çfarë kemi shit. Është 39 miliard për vitet 2001-2021. Ndërkohë që vetëm gjatë mandatit 4 vjeçar të Albin Kurtit, për 4 vjet, do me thonë, deficiti tregtar është 19 miliard euro. 19 miliard. Po, do me thonë, e kalon dikun, është afër 19 miliard që 18 e diçka, në ndërkohë që në këta 4-5 muaj, kemi dikun, është në krahasim me vitin e kalum, rritja e deficitit tregtar të i kalon shifrat 20%. Do thotë, deficiti tregtar vetëm po shkon duke u thëllu. Dhe çfarë kemi pa, ju e përmendët, do thotë ajo që këto kompani po detyrohen që të dalin në tregun e hapur. Këto argumenti kryesor dhe kundërshtia kryesore edhe jona, por në radhë të parë komunitetit e biznesit është se nuk ka treg të hapur. Nuk mund të flasim për treg të hapur. Është e vërtet që ligji e obligon zërrejin që nga dal me nxjerr konsumatorët në tregun e hapur, por ligji para se me nxjerr konsumatorët në tregun e hapur e obligon zërrejin me funksionalizu tregun e hapur.
Dhe çfarë ka ndodhur? Prej kohës kur zyra e rregullatorit të energjisë përmes Keskos i njofton këto biznese që prej një qershorit do dalin në tregun e hapur, shoqata të ndryshme, përfaqësues të ndryshëm të komunitetit të biznesit, ju kanë kërkesa për ofertë për furnizim këtyne 19 operatorëve të cilët janë të licencuar. Dhe imagjinoni kanë marrë ofertë vetëm prej një operatori dhe prej kujt kanë marrë ofertë prej Keskos, e cila është furnizuesi, domethënë e ka ekskluzivitetin për furnizim universal, që nënkupton ata furnizojnë të gjithë konsumatorët të cilët janë subjekti tregut të rregulluar. Domethënë Kesko furnizon konsumatorët me çmimin që e cakton. Kompanive kemi shuar pyetje prej Infokusit, 4 prej tyre vetëm kanë kthyer email, asnjëna prej tyre nuk është i gatshëm me absolutisht. Domethënë është tash e pam që kishin licencuar disa të tjera, sot ministri Rizvanulli e përmendej që madje i përmendej edhe 2 kompani të rajonale të cilat kishin pas takime edhe në kohë të gatshme, po ashtu edhe 4 tjera, por e përmendej edhe një fakt tjetër. Thajnë t'ju përdor politikisht. Sot prej 2, edhe prej Rizvanullit, po edhe prej kryeministit Kurti e pam një gjuhë të ashpërsuar ndaj biznese. Madje Rizvanulli tha që janë t'ju përdor edhe politikisht, që nuk është e vërtetë, që nuk ndikon në rritjen e çmimit si më thonë akuzoj të gjithë neve që po e ngrisim këtë problematik, sikur po i friksojmë qytetarë që kjo do të ketë pasojë në rritjen e çmimit të produkteve. Askush asnjëherë nuk e ka mohu faktin që janë 19 kompani, e tash të fundmi domethënë edhe 2-3 tjera se ka pasur mbledhje urgjente zyra rregullatorit të energjisë djapa dje ju ka dhënë licencat ose ju ka njoft licencat edhe 2 operatorëve të tjerë, domethënë janë 19 ose janë 21 kompani të cilat kanë licencë. Konkurenca në treg nuk është çështje e licencave, nuk është çështje e letrave. Konkurenca në treg është çështje funksionaliteti. Konkurenca në treg matet me sa prej këtyre kompanive ata ofrojnë ty produktin. Unë edhe në një studio tjetër kam përmend për me simplifiku, për me thjeshtësu shumë për kuptimin e gjithë secilit, kam thënë është njëjtë sikur unë ose ju me dalin në treg për me ble një produkt. Edhe në treg me qenë, domethënë kur dalim në market, në treg me qenë 19 dyqane. Edhe me qenë 18 prej tyre me qenë të mbylluna me qels, edhe vetëm njani me ta ofru ty produktin. A themi që ka konkurenca, a themi që ka monopol? Ose konkurenca dhe kur hapet tregu kjo në qoftë se ti i ke kupton që ti ke konkurencë dhe mundesh me marrë çmime më të lira, jo me çmime të punës. Absolut, domethënë, deregullimi i tregut, ajo çfarë flitet, sepse është e vërtetë që direktivat evropiane, rregullat e Bashkisë Evropiane të gjitha kërkojnë që energjia me ushit në tregun e hapur. Problemi është se tani nuk ka treg të hapur. Problemi është që Kesko si shërbim universal, e cila i furnizon këto 1300 biznese deri me datën 1 qershor, ka me i furnizu pas kësaj date, mirë po me çmim 260% më të shtrejt. Prej odës ekonomike i kanë pa të deklarohen që domethënë ata në emër të bizneseve kanë kërku ofertat, edhe Keku ka thonë na nuk muj me ju furnizu, Kesko ju ka dhënë ofertë 260% deri në 260, 220 deri në 260% më shtrejt. Nua ka thonë ne nuk kemi mundësi me ju furnizu, domethënë për vitin për këtë vit, edhe për asnjë kompanie tjetër nuk kanë marrë asnjë lloj përgjigje. Tash, këtu ne po flasim, domethënë për një vendim i cili ka me favorizu shumë një kompani, cila do qoftë ajo private, e cila ka me furnizu këto 1300 biznese, mirë po jo ma me çmimin e rregullum nga zërreja, po me një çmim 260% më shtrejt. Dhe çka ka me ndodhë këtu, se nuk është pojenta që tash na veç jemi kundër një kompani ose diçka tjetër. Ne shohim efektet anësore të këtij vendimi. E para është për 1300 biznese. Shtrajtimi i energjisë elektrike me 260% ka pasoja fatale. Shumica e prodhuesve të cilët kanë kontrata të eksportit, ata thonë që ne më një herë na duhet me ndërprej. Sepse kjo ngritje 3 fishe çmimit të energjisë elektrike, neve na jau han komplet margjinat e fitimit. Domethënë ata ose duhet me punu me humbje, ose duhet me punu me fitim zero, për me mujt me mbulu qëtë koston e energjisë elektrike. Ata nuk janë gjendje me shku,
për shembull, një partneri të biznesit që e ka në Gjermani dhe më i thonë, a ti ndrojmë tash na çmimet që i kemi kontratën për një vit, se mu qeveria jame ma ka ngrit çmimin e energjisë elektrike, sepse Gjermania ka bë kontratën. Do më thonë, afaristi Gjermane ka bë kontratën për një vit dhe ai nuk të kupton ty se çështin muin maj tash po lyp ndryshim të kushteve të kontratës. Këto kompani, disa prej tyre deklarojnë që kanë me u detyru me mbyll. Ka pas kompani të cilat kanë thonë me ofertën që e kemi marrë për energji elektrike, kostoja e energjisë elektrike na e te i kalon kostën e faturës së pagave. Do më thonë, një biznes, mas datës një qershor, ka gjasa me pagu ma shumë faturë të energjisë elektrike se sa për krejt punëtorë të cilët i kanë punë. Dhe kjo është vetvrasje. Rizvanollin sot e dëgjuva. Rizvanolli sot tha në mesin e 300 kompanive që dalin në tregun e hapur, tha 80 për tyne ose kështu diçka i kanë rreth 700 milion euro profit. Që në kupton që gjoja këto kompani tash duhet me ul profitin, fitimin e tyne, po jo edhe me kjo nuk mundet me ndodhë edhe në rritje të çmimit të produkteve dhe shërbimeve. Vetëm se Rizvanolli duhet me tregu, a është në rregull që këto 80 kompani, nuk e kam dëgjuar këtë pjesë të deklaratës së saj, po e komentoj këtë që ju po e parafrazoni. Rizvanolli duhet me i tregu që këto 80 kompani, të cilat e pas kanë këtë fitim, a është në rregull që tash një pjesë të fitimit të tyre m'ja çu një kompanie, të cilën ju po ja rregulloni tregun. Sepse një kompani po ofron energji elektrike, apo jo? Mund të thuhet që është ka monopol në këtë fakt drejtash. Sipas logjikës së Rizvanollit, i kemi 80 kompani të cilat po fitojnë kanë shumë, e hajde ta ndajmë fitimin e këtyre 80 kompanive, po edhe aty në 1220 të tjerave, edhe t'ja çojmë një kompani se na si qeveri po dojna me rrit një kompani. E para, kjo, e dyta, a e dini çka tha Rizvanolli kur u pyet në konferencë për media sot i pash disa inserte. Rizvanolli tha ka pas ngritje të çmimit të energjisë elektrike sepse me gjaz u pyet nga gazetarët se kjo ka me ndiku në ngritjen e çmimit të produkteve, gjë që është e pashmangshme. Efekti tjetër, jashtëzakonisht, do të thonë përpos që kompanitë kanë me dal prej tregut, kanë me u bë të pakonkurrueshme edhe në tregun vendor dhe në tregun ndërkombëtar. Kemi me pas rënje të vendeve të reja, rënje të vendeve ekzistuese të punës, e jo krijim të vendeve të reja të punës. Kemi me pas rritje të deficitit tregtar, dhe më thonë, kur ajo pyet për impaktin e kësaj mase në inflacion, ajo pas ka thonë sot para kamerave se na kemi pas ngritje të çmimit të energjisë elektrike në 2000 edhe nuk ka pas inflacion. 15% edhe nuk ka pas inflacion. Do më thonë, jemi në vitin 2025. Në maj të vitit 2025. Kujdo që sot i thu. 12 pikë diçka ka qenë inflacioni në. Kujdo që sot i thu nuk ka pas rritje të çmimeve në vitin 2022, që ka jetu në këtë vend, jetu ja fy rën inteligjencën. Mërë na kemi jetu këto, po ti nuk i nevoj as me ditë me shkru. Madje dha këshilla gazetarëve tha me referojnë i burimeve të sigurta dhe sakta, jo me fol. As nuk ki nevoj me lexu, as nuk ki nevoj me shkru, na more mbaj mend. Na e dim që para vitit 2022 një litër qumsht ka kushtu 80 cent, 90 cent, po nuk ka kushtu 1 euro. E 45 cent sa kushton sot. Na e dim sa ka kushtu fasulja, na e dim sa ka kushtu vaj, na e dim sa ka kushtu milli, sa ka kushtu kripa. Në vitin 2022, në krahasim me 2021, norma e inflacionit, indeksi i harmonizumit çmimeve ka qenë 11.6. Inflacion kena pas 11.6, po mesatarja për krejt çmimet, duke i përfshi me produktet të luksit me gjithçka. Po shporta e konsumit, ajo produktet të cilat na i blena për çdo ditë, që konsumatori blen për çdo ditë, që ato deri në 60% janë rrit. Ka pas produkt që u rrit me 68%, ka pas produkt që u rrit me 48%. Ama inflacioni ka qenë të 12% në norma mesatare. Vjetore. Ajo është dëgjoj kur themi indeksi harmonizum i çmimeve, merren krejt produktet edhe shërbimet që janë shit. Që konsumi mundet me pas rritje për 30-40%, po baki atje tekstili ka radhë dhe kjo e bën tani një balancim. Kur kemi fol për normat inflacionit shpesh herë ju kam thonë njerëzve që ka mundësi shumë që një palë këpuca që ti ke blenë në vitin 2021 me i gjetë me të njëjtin çmim edhe në vitin 2024. Po nuk ka shansa që kilogrami i orizit me u krahasu 2021 me 2024. Nuk ka shansa që litra e vajit me pas dikon çmimin e njëjtë me vitin 2021 me 2024.
indeksi harmonizumi i çmimeve nënkupton kur ti merr krejt produktet që janë treg, të cilat e kanë një çmim dhe nxjerr mesataren e tyre dhe e krahason me vitin paraprak. Kjo ka qenë 11.6%. Po çmimi brenda vitit, veç brenda vitit 2022, deri në 60% për produktet e konsumit bazë, ka pas produkt që deri në 60% është rrit. Deri në 60% është rrit. Edhe me i thonë sikur edhe sot, kur na peshohëm që është 2%. E deklaruar 2%. Po, 3% është çtash norma e inflacionit. Prilli i vitit prilli edhe marsi, domethënë i vitit këtij viti krahase me vitin e kaluar është 3%. Mirë, po të shpurta e konsumit. Kur të hyn mandej, ka 12%. Kafja çaja mbi 20%. Kafja çaj, buka, byreku. Po. Absolut. Ka deri në 25% që ka produkt që nuk i ka lëviz çmimi. Domethënë se krahason me prillin e vitit të kaluar. Po jo, është edhe një produkt tjetër që i ka lëviz çmimi me 50%, edhe kur të merret mesatori aty në tani kupton. Jo, është edhe natyrshme që në tregje kjo është e kuptueshme. Kur rriten çmimet e konsumit të bazë, atëherë bie kërkesa për produkte të luksit. Edhe është një farë inercioni që pjesa tjetër që nuk janë të domosdoshme për jetesë, i ulin çmimet për shkak të mbajtjes edhe rujtjes tregut. Edhe kjo ndodh zakonisht. Ligji, domethënë, oferta dhe kërkesa është mekanizëm i cili e rregullon. Në momentin kur ty të ngrihet, zvoglohet konsumi, zvoglohet qarkullimi i bizneseve, detyrohen të një pjesë produkteve që nuk janë elementare për jetesë, i ulin çmimet. Në momentin që neve na rritet fatura e energjisë elektrike, domethënë secilës prej familjes, ai ka me hek dorë prej një produkti tjetër. Nëse një familje ka me i dërgu 30 euro ma shumë në faturë të energjisë elektrike, ka me sakrifiku diçka ose për garderobe ose për pjesë tjetër. Mund ta ketë një fëmijë të cilin e dërgon në kurs të gjermanishtes apo të anglishtes, edhe nëse nuk e pagun faturën e energjisë elektrike, rrezikon me u shkyq, edhe mandej taksa e rikyqjes është 17.5 euro. Edhe ai nuk mundet me rreziku, kështu që ai shumë alet i thot fëmisë muin tjetër mos shkon në kurs sepse na duhet me pagu energjinë elektrike. Do thot ti ki me hek mas pari heq dorë prej atyne që i konsideron që janë nevojat e nivelit të 2, 3, 4 të kështu me radhë. Domethënë fillimisht ki me i mbulu nevojat bazike. Edhe kjo është arsyeja pse na kemi ngritje të çmimeve të shpurta bazë, sepse janë këto produkte të domosdoshme. Domethënë pavarësisht, kërkesa është inelastike. Le të ngritet çmimi i bukës sa don, ti kimë hek dorë prej produkteve të tjera, po ti kimë ble ato. E ke pa për shembull kur ngritet çmimi i karburanteve. Domethënë, nëse s'ki transport publik, ti pavarësisht çmimit je i detyruar disi që me përdor veturën, sepse ty duhet me kaluar distancën për me shku prej shtëpisë në punë. Mirë, po me gjithat, nështë ta nuk shkon për vikend, dikun me shëtit, ta zëm me shku për drejk prej Prishtinën në Prizren, sepse thu jo se më shkojnë një 20-30 euro karburante dhe kjo është e pa përballueshme. Do me thanë, fillimisht mbulohen këtu, po përmes ngritjes së çmimit, ngritja e produkteve të energjisë, e në veçanti e energjisë elektrike, është qënë sinjal të këtë gjithë prodhuesit dhe të gjithë tregtarët, jo vetëm tek ata të cilët këtë produkte kanë, do më thonë në përbarje, ju vy në procesin e afarizmit të tyne, po edhe tek të tjerët për me ngrit çmime. Edhe kjo, do më thonë, ky fenomen, ky vendim, ka me prek xhepin e secilës familje. Sot, unë dhe jo nuk po flasim më për 1300 biznese, jem të fol për 143.000 të punësum në këto biznese dhe jem të fol për krejt, për secilën familje në Republikën e Kosovës e cila mas datës e 1 qershorit, kur të shkon në market ka me pas tjera çmime. Besoni që ka me pas tjera çmime. Na e kemi pa faturat që të kosto ka më na shpërndon madje po e përsërit në vazhdimsi. A kemi pas në biznesi nuk llogarit vetëm në atë pjesën sa po mundohen tash edhe me thonë që me sa përqind merr pjesë në rritjen e çmimit të ekonomisë të vendit ose të bizneseve. Se me llogarit ashtu, ndoshta byreki është dashur më rrit më pak se 1 cent, po të ka rrit 25%. Se bizneset tash e kalkulojnë me çmimin më të lartë që mund me ble energjinë elektrike e që mund me llogarit, për shkak se bizneset nuk janë në risk. Sidomos prodhues këta që ty godit më shumë ti ky vendim
ose dalja në tregun e hapur. Ata kanë me llogarit maksimumin që mundet me kushtu energji elektrike. Jo vetëm 260% mashtret, do shta 300-400 për shkak se ata llogarisin që në sezonën e dimnit mundet mi rrit edhe më shumë sa që mund mi pas oferta tash, se oferta kjo nuk është çështje më se është zinxhiri i furnizimit. Kjo nuk është më çështje vetëm e faturës së rrymës. Ta zëm për shembull për ndërmarrjet tregtare. Nuk e kanë ose ndërmarrjet prodhuese, nuk e kanë këtë çështje, domethënë furra e bukës me qenë se e morën shembull si burekun, a e blen millën dikon. Po. Apo. Sa. Domethënë ka shumë mundësi që me qenë se do thot fabrika e millit janë ngrit aty çmimin e millit, ai blen dikon produkte të tjera, do thot janë plot produkte të cilat megjithatë do thot edhe energjinë elektrike ai ka një shumica e furrave funksionojnë si të tilla, po janë domethënë krejt këta përbamsa të cilat ndikojnë. Ta zëm për shembull te metal përpunuesit, energjia elektrike merr pjesë jashtëzakonisht të lartë. Po ka një tendencë me akuzu edhe bizneset që i shfrytëzojnë çdo momente për me keq përdor në këtë rast qytetarët me arrit çmimet. Tani nuk e di, domethënë është tepër problem me akuzu bizneset kur ti në fakt nuk e bë kur gjë. Na kemi pa mundsinë, edhe nëse e bojnë ti bëj aty edhe mundsinë. Dëgjoj, na kemi pa për shembull autoriteti i konkurrencës, e pash nëpër media kishte dalë në terren edhe po i denoi këto, domethënë bizneset e vogla të cilët sipas tyre po i rrisin çmimet në mënyrë të pajustifikueshme. Mirë po autoriteti i konkurrencës nuk e ka dhënë as edhe një opinion më të voglin për atë se çfarë po ndodh në tregun e energjisë elektrike. Autoriteti i konkurrencës ligji obligon zërrin bashkë me autoritetin e konkurrencës me dalë dhe me bë vlerësimin e konkurrencës në tregun e energjisë edhe në vitin për vitin 2022-2023 kur zërreja ka bë vlerësimin e ka dokumentin që e ka aprovuar në nëntor të vitit 2024 ku thotë që nuk ka konkurrencë të lirë. Domethënë, çish mundesh me dal? Ti po ja ngrit çmimin, po e çet me një monopol edhe po del mandej tutje. Se vjen që dëgjuar disa kritika ose akuza që pja bojnë që kjo është pasojë për shkak edhe që ose po munduan me justifiku që nuk e keni lënë me hyrë në fuqi ose nuk ka kalu ligji për çmimet tavan. Jo, kjo është saktësisht, domethënë sakt është ajo çka ne po kërkojmë. Na po kërkojmë, jemi kanë për ekonomi të tregut atëherë, sepse ne në 10 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës thotë që na jemi ekonomi e tregut. Po, ekonomi e lirë e tregut, dhe ne sakt po e themi atë. Ne po e themi që nuk ka. Këta çka kanë dashur? Me ligjin e para është ligjin për çmimet tavan. Gjykata kushtetuese nuk e ka rrëzu të tërin. Gjykata kushtetuese ka thënë nuk bën kryeministri edhe ministria me caktu çmimet. Kjo punë duhet me u lënë autoriteteve autoriteteve kompetente të pavarura. Kto e ka thonë, edhe ka thonë ka pasiguri juridike, zotni, sepse ti e ke bën një ligj të tillë, po i ke lënë në fuqi do ligje të tjera, të cilat ka thonë bin në kundërshtim me këtë ligj. A je të kuptu? Këta nuk kanë dashur që një autoritet i pavarur me caktu çmimin edhe me bën ndërhyrje të tilla, po këta kanë dashur që ministri respektivisht kryeministri me i caktu çmimet. Na çka ju kemi thonë? Sepse këtu kur kemi folën atë kohë dhe kur është bë çmimi është bë pikërisht për shportën e konsumit bazë. Edhe na çka kemi thonë atëherë? Unë kam fjalimin në Kuvend të Republikës së Kosovës, kur Mimoza Kusari si shefe e grupit e jep veç si propozim, thot na kemi me bën një ligj me caktu çmimet, edhe unë dal edhe i them na e kemi në fuqinë e 10 të Kushtetutës. Edhe i them, nëse ti don me caktu çmimin zoj të sheqerit, çka ndodh kur ti e cakton çmimin e sheqerit, edhe çta importues se na nuk prodhojmë sheqer, importues të sheqerit thonë sipas çmimit që më cakton mu Albin Kurti, unë s'kam llogari. Nuk po merr na më me sheqer. Po pse ka nevojë me ky ligj kur ti për produkte caktuara, nëse ke informacione që është ty Jo, këta kanë dashur me caktu, po nëse mundem me përfundu këtë. Edhe i kom thonë, nëse një importues i sheqerit ja cakton çmimin, edhe ai importues nuk pajtohet me atë çmim sepse ti në fakt nuk po e lën me fitua, po. Çka bën ai? Nuk importon sheqer mo. Edhe në Kosovë nuk ka sheqer. Ti nuk mundesh me caktua, diku cakton çmime. Kur ti e prodhon vetë një produkt, kur e ki në kontroll. Domethënë, po nëse ti ki në Kosovë 150 furnizues të sheqerit,
është oferta dhe kërkesa ajo. Është oferta dhe kërkesa ajo, ata kanë mi bë konkurrencë njëri tjetrit. Po. Për çat arsye, domethënë, ky është modeli që deri më sot është i duhur. Po teki autoritetin e konkurrencës, i cili duhet me u marrë me hetime gjatë gjithë ditës, nëse e vren që bizneset janë marrë vesh, kartel, kanë bërë kartel, po. Atëherë ti ki drejt me vepruar pa pas një ligj për çmimet tona. E ki ligjin, ligji e detyron autoritetin e konkurrencës që me ndërhy aty, domethënë, edhe ku ka keq përdorim të pozitës dominuese. Kanë ndërhy një kohë, edhe ne kemi pas rreket temë shumë të bonga. Te makiato të nuk është që kanë bërë. Sidomos lexova deklaratën e Albin Kurtit. Ato do kërcënim për bizneset kur e krahasojnë që ka kalu koha e barrikadave. Përbesisht e shqetësuese, domethënë Albin Kurti i krahasoi sot komunitetin e biznesit me strukturat se për me bondat kriminale në veri, nëse gjë ke shtymë që na qenë barrikada. Edhe konsideroj që është ofendim jashtëzakonshëm. Sektori privat është zhvilluar me shumë peripeci në Kosovë. Na e kemi pas një ekonominë kom për komplet një dekadë. Një dekadë, gjatë viteve 90-a ekonomia e Kosovës ka qenë kom. Mas lufte na ja kemi nisë në zero. Arsyeja pse ekonomia e Kosovës është orientuar në tregti është për faktin se ka pas zero kapacitete prodhuese dhe kapacitete industriale, sepse kanë qenë të shkatruara. 10 vjet nuk ka punu kërkush në to. Edhe ato asetet të cilat janë privatizuar me qëllim që me i hap, për shembull, më kujtohet fabrika Zastava në Pejë e tjera, kur kanë shku aty ose amortizatorët ose fabrika baterive ose Lamkosi ose e tjera, njerëzit kur i kanë ble ato fabrika kanë menduar që kanë me i kthy tregjet që këto fabrika i kanë pas. Nuk kanë mri me i revitalizu për shkak se këto ndërmarrje kanë 10 vjet jashtë tregut. Më kujtohet njëherë e kemi pas një vizitë në fabrikën e bulonave në Viti. Edhe ai na tregoi qysh, domethënë ai e kish privatizuar, ja ka filluar me privatizimi me spin-off special që konsiderohet që veç 3 prej tyre kanë rezultuar suksesshëm. Kjo me spin-off special u kon si më thonë obligim me vazhdu veprimtarinë. Po tregoj sa ka qenë e vështirë për ata. Edhe ai thëjke që mu po mbojnë konkurrencë produktet që po vinë prej Kine. Thëjke mu del një produkt, e kapke produktin, thëjke mu del me €1, a i thëjke po e bjen 9 cent prej Kine. Edhe tash, dikush duhet me pa historin e këty në ndërmarrësve tonë. Këta janë rrit me shumë peripeci. Këta janë njerëz, 84.000 sot e këqyra. Në raportin e vitit 2024, janë pak mbi 84.000 të punësuar që punojnë në sektorin domethënë në shërbimin civil, komplet. Administrata publike i punëson ma pak se 85.000. Ndërkohë që ti ki komplet dikon 347.000 veta të punësum në sektorin publik edhe privat. Që i bie janë dikon rreth 240.000, 250.000 njerëz që ti punëson ty sektori privat. Edhe për këtë arsye këta janë herojt e këtij vendi. Është zhvillu ekonomia e Kosovës me shumë peripeci. Me dalë sot edhe me i krahasu me ata që na qesin neve barikada, besoj që është e turpshme. Mirë po unë e thash edhe një gjë. Albin Kurti ka mundësi dhe me fitu këtë betejë me biznese. Albini e ka fitu betejën me Zbashkun, po Albini kur e ka mujt Rahman Jasharin edhe Zbashkun, e ka mujt arsimin në Kosovë. Na sot e kemi arsimin në gjendjen, në pikën më të ulët në historinë e pas luftës. Albin Kurti të dasht me mujt Rahman Jasharin edhe Zbashkun, e ka mujt arsimin. Albin Kurti, nëse i mund këto 1300 biznese, nuk i mund ata. As kompanit, as ata që i qunë oligark, e mund ekonominë e Kosovës. E kur ky e mund arsimin edhe e mund ekonominë, neve na mund... e pagun kuleta qytetarit. Fitus që to është Serbia. Fitus është Serbia. Sepse janë produktet e Serbisë nesër që kanë me ardhë edhe kanë me i zavendësu dal nga dal produktet e prodhume në Kosovë. E që kjo është e dhëmshme, përbes është e dhëmshme. Sepse ju kujtohet kë pa të pranu me shku në shtëpi për një taks që fillimisht e pa të vendos
Ramosh Haradinaj e kë nuk pranoj ke me hek. Po tani kur erdh nuk e qiti më kur mbrapa. Kaluar atje Apo është kupton? edhe bojkoti Kështu që, prodhime vendore ka rrotullu konsideroj- kamionan këtë vend. Ndërsa konsideroj sot që kjo që- mund të më konsideruar edhe luftë se këto pjesa më e madhe këtyre biznese tashmë po dihet që janë prodhues vendor. Absolutisht, po dhe nëse janë tregtar janë punëdhënës të shumë ndërmarrjeve. Mos të flasim që për shembull për plot rrjete tregtare të cilat kanë filluar me kapacitetet e tyre prodhuese. Po dhe Janë të prodhu shumë. punë dhe drejtësi, që kjo kanë, si me thonë, moto më e madhe. Punë, Po, me punë simetrive, me- drejtësi, me punë- si me thonë, e pat Qërë. kurtje dhe lëvizjeve vendose janë- e kanë pas luftën ndaj korrupsionit. Këto janë dështimet E më të tash këtu mëdha. po du me dal, por po mundohem me sqaru, se megjithatë na një pjesë e vogël e njerëzve që jemi marrë me dikush gazetar juve ju ka rradhë ministre dhe deputete që sa legjislatura, po qytetarët pe kanë shtirë me kuptu këtë zinxhirin e sistemit të energjisë elektrike që funksionon në Kosovë. Kisha pas qef me dëgju qysh e spjegon, edhe qysh kemi ardhur deri te që rritje 16.1%, e që tash kjo reflektohet kur e merr në total kur dalin në treg të hapur këto biznese që të jetë shumë më e madhe. Përndryshe edhe një informat që po du me nda me juje, po që e kam thonë që disa herë. 28% ju në ka të detyrun kosti me rrit zëreja, me rrit çmimin e energjisë elektrike të gjithë të ketë konsumatorët. Në presion politik dhe publik, u shbon një kompromis ku 16.1% u rrit çmimi për të gjithë konsumatorët në Kosovë, edhe u shbon kjo ndarja biznese në me nxjerr në treg të hapur këto 1400 biznese. Por, si pas njerëzve të mirë të kësaj fushë, dhe njerëzve që ju marrë, njerëzve mrena zëres, 28% nuk ka qare pa rritë që këqmen për me barazu tregun. Kur thome barazu tregun, hykmeti ju e dini që kostoja që mundet me ndodhë këtë vit, e blerjes energjisë elektrike, e ramjo termocentraleve, këtë pazarëve, dallavereve, hajnive që banë në këtë vit, duhet me u barazu edhe më shpërnda në fakturat e vitit pasus. A mund është me shpjegu për qytetarët që të zinxhir që është funksionon dhe që është vim dhe të rritja e çmimit të energjisë elektrike. Edhe akterët, Po. prej qeverie, keku, keci, kosti, zëreja, që ta akterë që funksionojnë mrana qëti tregu. Unë eksperte me energjisë nuk jam. Kam lexuar shumë dhe kam përcjell me shumë interes, domethënë e kam përcjell me shumë interes sektorin, për shkak se është një ndër resurset kyçe dhe strategjike për zhvillimin ekonomik të Dhe të vendit. sigurisë. Absolutisht, domethënë është për këtë arsye dhe na në programin tonë qeverisës i kemi dhënë faktikisht një status të veçantë dhe një trajtim të veçantë, ka qenë një ndër sektorët me mos them ndoshta prioriteti numër 1 në programin tonë, sepse kemi konsideruar që pa kapacitete të reja gjeneruese është e vështirë me u zgjidh secili problem. Tash t'ju shpjegoj këtë, domethënë, na është e vërtet që kur LDK-ja ka qenë në opozit dhe ka qenë në qeveri PDK-ja me AKR-n dhe me të tjerët, është bën privatizimi i distribucionit të energjisë. 2014. Edhe ka ndodhur domethënë një farë reforme në sektor. Dhe tash çka ka ndodhur? Pronarit të, domethënë kompania e cila ka distribuimin, që i ka telat, rrjetin e shpërndarjes, e ka njëkohësisht edhe të drejtën ekskluzive të furnizimit me energji elektrike në shërbimin universal. Që i bjen KEC dhe KESCO janë i të njëjtit pronar dhe kanë gjithashtu të drejtën ekskluzive me e ble krejt energjinë elektrike që e prodhon Keku. Dhe tash çmimin e energjisë elektrike që e blen në këtë rast e blen KESCO prej Kekut është 29.60 29.60 cent. Domethënë 29,60 cent është megavati i energjisë elektrike, një megavat orë energji elektrike, të cilin e blen
kompania private, në këtë rast Kesko, e blen për me aushit konsumatorëve. Ky çmim është i caktuar prej zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Qysh është i caktuar edhe çmimi që Kesko ja ushet konsumatorëve dhe bizneseve. Tash Kesko ja fshet. Të rregullun profitin. E ka profitin e rregullum. Çdo vit Kesko, po edhe operatorët e tjerë, edhe Kosti, edhe Kedsi në këtë rast, këta aplikojnë të ZRE-ja edhe i thojnë na kemi planifiku kaq me pas fitimin edhe këto janë shpenzimet për vitin e ardhshëm. Shpenzimet, planifikime, investimet edhe mandej ZRE-ja ulet edhe i shef, do më thonë asnjëherë nuk e merr komplet për bazë kërkesën e tyre, po vjen te kalkulimet e veta dhe thotë kjo është ngritja. Tash çka ka ndodhur? Duhet me shpjegu qartë, gjatë mandatit 4 vjeçar, ka pas shumë keq menaxhim në sektor. Shumë keq menaxhim. Tu nis prej të nderave dhe remontet që i përmende. Për herë të parë, nëse shikojmë, domethënë, nashta ka ndodhur ndajherë, po 4 vjet. Ajo remontet që është dashur me u bë gjatë verës, janë shtypur me u bë gjatë dimrit. Në ndërkohë që Keku ka prodhu gjatë verës, kur kërkesa në Kosovë për energji elektrike u ka në vogël, edhe të pricat i ka shit. Edhe qeveria në kosto shumë të. Edhe qeveria është dal edhe ka rrot gjyks, ka thonë na e kemi marrë një ndërmarrje publike me humbje, e kemi kthyr në një ndërmarrje publike me fitim. Mirë po, t'ju tregoj çka ka ndodhur. Në kohën kur Keku ka dalë me 20 milion fitim, që ky fitimi Keku, ta e dini sa ju ka kushtuar qytetarëve të Republikës Kosovës? 80 milion. Po. Sepse Keku ka prodhu kur neve nuk na u ka dashur energjia elektrike, e ka shit, në ndërkohë që kur është dashur Keku me prodhu me full kapacitet, nuk ka qenë në gjendje me prodhu se ka qenë në remont, na është dashur me importu energji elektrike, edhe Kesko normalisht nuk ka mi pagu për i gjepit vet. Ka me shku të ZRE-ja, veç më lejo, ka me shku të ZRE-ja dhe ka mi thonë ka që më ka kushtu importi. 10 milion kum ble importën, ZRE-ja, po, sepse çka ka ndodhur, ngritja prej 16.1% në këtë vit që u bë. Një pjesë e madhe e tyre është refleksion i kostove të vitit kaluar. As nuk ja ka pranu kërkesën për rritje të pagat punëtorëve. As nuk ja ka pranu për risk, as për plot gjona tjera që u po 36% kërkesa, vetëm ato që ka kushtu kosto që u detyru me ble energji elektrike kur në kosh të pasojave. Lejo të kthehem te kjo, edhe një fakt më rëndësi është, në 4 vitet e fundit u shprish edhe një marrëveshje e cila ka rujt që të çmim të lirë të energjisë elektrike në Kosovë, e që u ka marrëveshja bashkëpunimit, shkëmbimit me energji elektrike me keshin e Shqipërisë. Domethënë gjatë ton kohës nuk ka depozitu. Ju e dini shumë mirë që është një marrëveshje që ka funksionu për 10 vite tamam në mënyrë vllazërore me Shqipërinë, kur na kemi depozitu në kohën kur kemi pas teprica, nuk i kemi shit me çdo koston e lirë, edhe kemi marrë në sezonin e dimrit kur na kemi pas Ky ka qenë edhe qëllimi. Konsum më të lartë se sa që kemi pas. Ky ka qenë edhe qëllimi i krijimit të autostradës energjetike me Shqipërinë, që faktikisht na mu bë me bën një farë lloj kombinimi. Po më lejo para se me shkute ajo se si ka ardhur. Domethënë gjatë mandatit të Albin Kurtit për konsumin mbi 800 kW, çmimi i energjisë elektrike vetëm gjatë një mandati është rrit 128%. 128% në kumulativ për konsumin mbi 800 kW. Ka pas rritje 2-3 herë edhe për konsumin prej zero. Për shembull, rritja që është bë, rritja e fundit domethënë është për të gjithë konsumatorët 16.1%. Ato që e përmende 28%, në fakt neve, mu personalisht, kur kam shku me 30 nënshkrimet e deputetëve, kryetari i bordit të ZRE-s, kur i kam shku në zyre, më ka thonë që na është dashur me ngrit çmimin e energjisë elektrike ose me rrit çmimin e energjisë elektrike dikon rreth 21%, jo 28 sapo e thuni ju, ose me i qitë këto 1300 kompani në tregun e dërregullum. A dip se po të me rëndësi kësaj, se këta janë të ju thirrë në një obligim ndërkombëtar që kena na, që jemi shtyje e kemi vënë shumë. Po në fakt nuk është realiteti. Jo, veç dashta me tregu. Veç dashta me tregu kështu. Ai ka thonë që nëse kishim dashur na me i majt në shërbim universal, me çmim të rregullum, unë ish dashur me ngrit çmimin e energjisë elektrike qytetarëve dhe bizneseve, jo 16.1% që ja u kom ngrit, po ish dashur me ja rrit 21%. Domethënë nuk ka thonë 28, po tregoj çush më ka thonë ai. Çush më ka thonë është dashur me ja rrit 21%. Dhe këta kanë ardhur në përfundim, domethënë kur i kanë bërë lejimin e të hyrave maksimale, janë ul edhe kanë thonë
Çka muj me bë për mos me rrit çmimin, është pikërisht e vërtet kjo, ato që po e thuti. Kanë thënë për mos me rrit çmimin 21%, hajde ta rrisim çmimin 16.1%. Neve tash na duhet me importu edhe një 530 giga brenda vitit. 530 gigawatt. Po. Edhe që ky 530 gigawatt që mas leti është me ju u faktoru bizneset. akomodu, Po. duke u thirrë në ligjin e energjisë elektrike dhe duke i qitë rreth 1300 biznese në tregun e lirë, treg i cili nuk ekziston. Me pas qenë bordi i ZRE-s, me pas qenë profesional dhe me pas qenë bord i pavarur, zyra e rregullatorit të energjisë është dasht me dal në konferencë për media edhe me thonë këtë. Me thonë, unë jam ullë me qeverinë e Republikës e Kosovës, unë i kam tregu qeverisë e Republikës e Kosovës se kjo është sasia e energjisë elektrike që ka me mungu, kjo shumë duhet me u importu, edhe këtë shumë i kemi dy opcione qysh me e akomodu në buxhet. Njëna është përmes ngritjes së çmimit, tjetra është përmes subvencionimit, edhe me thonë, sepse nuk ka treg të lirë. Me thonë, na si ZRE nuk kemi arrit me funksionalizu konkurencën. E konkurencën ka me qenë tepër vështirë me funksionalizu në Kosovë, pa ngritjen e kapaciteteve gjeneruse, për shkak zotit dakaj se na kemi një monopol natyror. Na kemi sot një furnizues, edhe kemi një distributor që janë të një pronari. Imagjinone, do më thonë, gjithmonë Kesko ka me pas pozit dominuese ndaj se cilit operator në treg, për shkak se ata kanë distribucionin të vetin. Dhe ata kanë me pas mundësi të pafundme për me dalë ma të lirë në treg. Se s'mund me dalë tjertë ma lirë në treg. Për me dalë, nëse, do më thonë, nëse unë jam e njëjta pronare, edhe ta zem edhe e autostradës edhe autobusit, e ke qartë, unë kam mundësi me dalë ma e lira në biletat autobusit, apo jo, sepse unë s'ka me pagu, e ke parasysh, e këta e kanë, edhe distribucionin e kanë. Kështu që zgjidhja duhet me qenë në gjenerim, në ngritjet e kapaciteteve gjeneruse, po deri atëhere, duhet me gjithë forma, se si dhe çka me bo. Është edhe një gjë tjetër, do me thonë. ZRE-ja nuk ka dështu veç me dalë dhe me tregu realitetin, cilin në fakt e ka pranuar në një dokument të vitit 2024. Qatë dokumentin për vlerësim të konkurencës, ZRE-ja e aprovon në nëntor të 2024-tës, mjafton me lexu përfundimet e saj dhe aty thuhet që tregu është i koncentruar dhe nuk ka konkurrencë. ZRE-ja ka dështu edhe diku tjetra, diku ka dështu me mbikëqyr kekun, ka dështu me mbikëqyr kostin. A dul skandali të cilin na e bani të ditur të gjithëve, gazetari Agon Sinona të buletini ekonomik, dhe na e shpjegoj që 800 euro ka kushtu transporti i 1 megavati orë energji elektrike në Kosovë. 1 milion. Dëgjë. 4 cent për njëtën ditë, njëtën orë kish pagu Shqipëria. E 23 cent e kish Bosnia e Hercegovina. Kosti i ka 2 licenca prej ZRE-s. E ka licencën e tregut edhe ka licencën e transmisionit. Kosti dhe ZRE-ja janë kanë në dieni. Do më thanë për që të kostet e transport, jënë kanë djeni, qka po ndodh atje, qka po ndodh. Dikush, do më thanë si pas krejt dokumentave, që na i ka bo buletini ekonomik të njohura, një kompani atje është të edit sakt. Kur ka nevoj, sakt kur ka nevoj. Që ato orë mi furnizu, edhe i blen kapacitetet. Po furnizon, do më thonë, edhe po i blen kapacitetet të distribuimit, të transportit. Po blehet, do më thonë, po blehet kapaciteti transportus në ankand, po e blen për para, edhe po i thot nesër ti nuk ki me pas rrym prej kësaj ore deri në këtë orë, unë kam kapacitet që ty me ta pru energjinë elektrike, po ty që kjo është informata që i sjell miliona një kompani. Edhe tash dëgjoj kush është kjo, është FT-ja apo për të cilën unë për herë të parë, po ju tregoj drejt, kam dëgju prej një interviste se Albin Kurtit, i cili ka qenë në opozitë. Kontraktor në këtë rast të transportit energjisë elektrike është NOA. Po mrapa NOA-s tash më veç po dihet që është FT. Sipas, do më thonë, sipas informatave të cilat janë publikuar aty, do më thonë kanë qenë këto dy kompania, FT-ja edhe NOA. Mirë, po qëta milionat ku i ka kushtu Kosovës ka 800
FT-ja nuk e di cili ka qenë import, se njëri ka ble energjinë elektrike, Ta dy tjetri ka kanë ble monopolin, po. tjetri ka ble kanalet e Sakt, distribuimit. po tash çato. është tash po del ose të paktën informatat që i kena na që tash perdja e veç- po, FT-s e veç në më Kosovë leja është tregoj. që NOA, që kompania fantome që është Mirë po, ZRE-ja ka qasje, e ka të obligueshme me i përcjell komunikimet e secilit ankand. Sakt. ZRE-ja i ka po që janë dy kompani, Dhe i ka tu e leju dominu tregun dhe i ka leju që na me transportu energji elektrike 800 euro për transportin, jo për blerje, nuk po Saktë. flasim sa e ka ble megavatin. Se më duket nëse s'gaboj blie diku 110 megavati, e veç transporti tash. po në çat periudhë. Ne imagjinon, ta fol për një periudhë, po nuk i kena nuk i qenë hala këtë letrat veç- se kanë çka veç- kanë ndodhur në 4 vite. Veç për shikuesit me bot qartë. Imagjinoni kur juve ju duhet një mall dhe më ju kushtu malli 100 euro, më ju kushtu transporti 800 euro. A e blen dikush? Po, Kur? për shkak se Dikush të dikush e ka Po, ditë që ti sepse kime dikush- qarkulluar në çat orë. Dikush e ka edhe qatë rezervu sasi, rrugën. po. Dikush e ka rezervu rrugën. Edhe çto gjana nuk janë ndal. Nuk janë ndal as prej kostit dhe as nuk janë ndal prej zërres. Arsyeja pse, do më thonë jemi në një gjendje të tillë. No, do thot, është fillimisht lejohen me ushty remontet, lejohen me ushty tenderat, importohet, prodhohet kur na e kemi kërkesën më të vogël, edhe futen në remonte atëherë kur kërkesa është më e madhe. Po Krejt këto, çmimet janë tepër të larta në sezonin krejt e këto dimrit. politika, zoti Dakaj, në favor të kujna po shkojnë. Nuk po shkojnë në favor të 1% të kompanive. Energjetike. Nuk po shkojnë në favor të 1% të kompanive. Nuk po shkojnë në favor të që aty në 80 kompanive që pas ka thonë zonja Rizvanolli sot, që i kanë 700 milion në fitim. Po shkojnë në favor të dy kompanive për të cilat mund ka eduku zoti Kurti, kur ka qenë opozitë dhe më ka tregu që ekziston një mafi energjetike. Mra pasojna është Damir Fazliqi, është Vuk Hamoviqi, Hamoviqi, që- është ky, është ai. Që të dyja janë mrapa keq që ti Sot- kësaj skeme që jena sot- pje posat. Njerëz e Albin Kurtit. Do më thonë që kjo mafi, nuk po e them që ka lind që tash, por për me lullzu në Kosovë, edhe për me u bon e njohur për se cilin prej nesh, është bo gjatë mandatit e Albin Kurtit. Dhe kur e thras, 700 milion euro janë import. edhe kur e thras unë si deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës, në emër të 30 deputetëve në nënshkrues, drejtori në ZRS me raportu në Kuvend të Republikës së Kosovës, a e dini çka më thot? Po e politizoni çështjen dhe na jemi institucion i pavarur. Me ligj, zyra e rregullatorit të energjisë i raporton Kuvendit të Republikës së Kosovës. Mirë po i njëjtit, të njëjtit nuk e kanë problem me ju vizatu Kurtit, i cili është veç deputet, sepse ka bo betimin si deputet, po i shfrytëzon zyrët e qeverisë me shku dhe me ju vizatu në së cilin takim që ai e ka. Nuk ka pavarësi, këta janë njerëz të kapun. Për këtë arsye, është tepër urgjente që me u konstitu kuvendi, është tepër urgjente me u anulu vendimi i ZRS, me u nis një hetim dhe një auditim i thellë i të gjitha institucioneve që janë në sektor, duke përfshi ministrin, është njësia për monitorim dhe politika, duke përfshi kabinetin, ish kabinetin qeveritar, se na i kemi pa WhatsAppat ku folin ata për tendera dhe ku shpërndajnë tendera, duke përfshi kostin, e cila e ka licencën për transmision edhe ka licencën për treng, edhe ka leju me ndodh këto gjana, nëse do më thonë nuk dojnë asot me thonë, sepse nuk po dojmë ja bo gjyqin kërkujna, po kërkujmë hetim, Që vish për një sqarim. duke e hetu zërejën dhe duke i hetu edhe qëto kompani. Zërreja po mundohet me largu përgjegjësinë e vetë që i ka leju gjatë tën vitit me u bon qëto transakcione të mafijas energjetike, dhe në absurditetin e llojit vetë. Qysh po Ku justifikohet? na edhe në fund justifikohet, thot, une e bëj veç balancimin e tregut, edhe e marr, i bëj qëto kalkulime edhe del, që na nuk kemi qare pa rrit çmimin e energjisë elektrike për çikash, për shkak se operatorëve të tjerë ka kushtu që ka çmimi për me importu energji elektrike. Kur Zërreja ka ka përgjithësi tjera balancimin e tregut, edhe ka me këto pun e ka përgjithësi edhe me mbikëqyr tregun. Zërreja Që mos me leju ti mrena 6 orëve, dikush me të qarkullu pa pik arsye me fitu 1 milion euro. Zërreja i lëshon licencat të gjithë operatorëve për me operu në treg. Po.
zërreja në momentin që dikush afaron në kundërshtim me kushtet e licencës duhet m'ja marrë licencën. Në këtë rast, Noa, në rastin e parë, kur është po, që po ka informacione, edhe pi rezervan kapacitetet, edhe për ti shet me 2 milion %, 2 milion %, ty atëherë mundesh me dërmon masa. E kanë po. E kanë leju, e ta shqit faktur, edhe që të pare që i ka marrë komplet mafia energjetike, po na i shprendon neve në fakturat që e paguina kostën e transmisionit nëse kena mi pas qartë hiç, do më thonë bolletini ekonomik neve na i bani të qarta këtu të gjithve, po na i kemi pa gjana tjera, do më thonë na i kemi pa importin, na i kemi pa politikat komplet të sektorit të cilat kanë shku ma shumë në favor të importit. Ju e dini, 4 vjet brekta janë livdu me projektin e mijëvjeçarit të sfidave të mileniumit. Edhe unë, edhe jo, dhe kushdo, secili qytetari i Republikës së Kosovës e din që ajo është një projekt që ish presidentja Yahya Jaga e ka sjellë në Kosovë. Shumë e vërtet. Na jemi kanë në qeverinë atko. Zonja Yahya Jaga ka ardhur me një listë me kushte, ka thonë që na nëse i përmbushim, nëse i bëjmë çdo reforma. Edhe ministri i financave zoti Hotin atku, kryeministri Mustafa dhe të tjerë i kanë përmbush të gjitha ato kushte dhe na jemi bë pjesë e korporatës së sfidave të mijëvjeçarit. Çka kanë bë këta? 4 vjet prej eventit në event. E kanë pas bë një kast të njerëzve të vet aty, komplet mbështetësat e tyre militanta, të cilët kanë marrë paga të majme, nuk ka ec ai projekt as edhe një hap. Na kemi pas kur kemi qenë në qeverinë Hoti, na kemi thonë që me parat e sfidave të mileniumit, na mijëvjeçarit na kemi me bë rrjetin e gazit. Ndërkohë që këta erdhen, do më thonë e ndryshun, kur e ndryshun u zgjat koha e implementimit, bletën batarit, tash me sa e di, po menoj tash administrata e re e Trumpit veç e ka anulu komplet si projekt. Edhe këta 4 vite, që 4 vite kanë 76 milion që 4 vite kanë një ankand. Donacioni i Bashkimit Evropian për elektrofiltrat. Për shkak se këta vendosën me shit energji elektrike, jo me bë në njëjtën kohë kur u ka e parapo në remonti kapitale, dhe në njëjtën kohë situata është e tmerrshme në bilet. Këta edhe sot e kësaj dite shkojnë, janë shku, na i kemi pa, kanë qenë të dokumentuara për mediave, se qysh këtash kanë shpërnda, zoti Kurti vet ka shpërnda librezat punësimit, apo në kohë të fushatës, na e kemi pa. Mirë po, qytetarët e Obiliqit duhet me di që është pikërisht qeveria e Kurtit, e cila i ka lënë Obiliq, do më thonë e ka lënë korporatën energjetike të Kekut pa filtra, edhe kanë diku në ndotjen drastike të asaj anës sot. Në anën tjetër është ankandi i solarëve, i cili nuk po funksionalizohet. A dini që këta kanë shku në kost, edhe kanë kërku që kosti me lëshu garancion bankar për kompaninë private. Dhe njerëz në kost, do më thonë, antar të ish bordit, sepse njerëz nuk kanë pranu, sepse aty ka pas njerëz me integritet. Jo po, nuk ta mbështet ty, do thotë, garancionin bankar duhet me ardhë prej institucionit që e ka fitu të nderin. Ta kanë kërku atë skandalu ka vlera dikon 9 milion euro, që është, si me thonë, u shike aty sikur me kanë si me kanë konsorcium, e jo si me kanë institucion edhe kompani private. Po nuk mundesh, do më thonë, unë tani thjesht nuk është që i di se ato nuk kanë qenë edhe dokumenta publike, po kam informacion se kostit ju ka kërku me lëshu garancione bankare nga ana e qeverisë për një kompani private. Normalisht ata nuk kanë mujt me mbështet, se ti kur ta merresh një vendim dush me mbështet, dush me u thirrë në diçka, për ndryshe mundesh me përfundu në burg. Dhe nuk e di, kam pas informata që kjo nuk o ban, si rezultati asajna nuk është që ka ecë një projekt i tillë, po na sot mas krejt kësaj kohe kapacitetet gjeneruse, na kemi kapacitet ma të vogël prodhues sot se sa kemi pas para mandatit të zotit Kurti. Dhe mandej si pasojë që nuk i kanë qenë termocentralet në remont me kohë të gjitha, atë Kosovës A, atë Kosovës B, 10 deri 20 megawatt ma pak janë të prodhu. Mandej nëse shef raportin vjetor të zyrës rregullatorit të energjisë, atje në fakt krejt çka flasin, këta ish dasht me na ul çmimi energjisë elektrike, se thojnë janë ul humbjet komerciale, janë ul humbjet teknike, kemi do të krejt indikatorët edhe në fakt çka ndodh, do të thonë ne vim deri te një vendim i ngritjes së çmimit të energjisë elektrike.
Mirë po situata është jashtëzakonisht e rëndë. Kosova definitivisht ka nevojë për institucione, ka nevojë për njerëz jashtëzakonisht kredibil në këto institucione, të cilët nuk janë vegla dhe nuk janë të kapur nga kompanitë private, dhe ka nevojë për transparencë të jashtëzakonshme, po gjithashtu na duhet një plan konkret për investime në energji. Pa pas na kapacitete prodhuese në vend, na kemi tepër problem që të vim deri te një liberalizim i mirëfillt të tregut. Tash më lejoni të them edhe këtë. Nëse vendimi hyn në fuqimin e qeshor, është Keku në fakt është i obliguar nga zyra rregullatorit të energjisë për 2 muaj si furnizuesi i fundit me i furnizu këta. Dhe i furnizon me çmimet e tregut, mirë po margjinat e fitimit caktohen me disa formula të paracaktuara nga zërreja. Do thotë merret për bazë çmimi i importit, se ka me qenë energji elektrike, se Keku e ka për obligim krejt energjinë me ia ofru fillimisht Keskos. Po. E cila qysh se nuk po e dëgjoj as për përfaqësuesit të biznesit, ju më të përmend që disa herë. Për furnizuesit publik, qysh i mohohet e drejta një grupi shoqëror, qytetar ose një kategori të caktuar, i mohohet e drejta për me përfitu. Këtë rast për me fitu për i tarifa 29 euro gjatë të Kekut. Sepse kjo një ditë e bora një krahasim, i thash sikur me vendos nesër në QKUK, me tha okay, kush e ka rrogën për mi 1000 euro, na nuk e ofrojmë shërbime këta. Është e njëjta, çështë apo tentojnë me hek është pak më ndryshe për shkak se kur është bë privatizimi i distribucionit të energjisë, atje ka dikun një nen për cilën flet zërreja dhe të tjerët që faktikisht ju ka dhënë e drejta ekskluzive Keskos për me ble komplet energjinë që e prodhon Keku. Dhe Keku tashti në fillim krejt energjinë që ka e prodhon, fillimisht du të me ja ofru Keskos, edhe vetëm në rastet kur Kesko thot nuk kam nevojë për ma shumë, vetëm kur ka të pritës, për krejt energjinë elektrike që e prodhon Keku, nëse don me ble Kesko, Keku nuk ka të drejtë me shit, as vet nuk ka të drejtë me shit. Edhe tash, që është furnizues i mundësisë së fundit, do më thonë që e obligon zërreja. Kesko nuk ka drejtë me shit të një pol tjetër, ose kjo është ofruar për qytetarët e Kosovës. Kesko, që ta, do më thonë, Kesko fillimisht duhet me imbulu nevojat e shërbimit universal, këta që i ka në treg të rregulluar. Mirë po, mundet me ble energjinë prej Kekut, të pricën, edhe me ashit dikujna që është në treg të rregulluar. Zakonisht, kur ka çmim tregjë ndërkombëtare amer, kur ka çmim të lirë, i thot spedu. Edhe në çet moment që ka të prica, Keku e ka shit jashtë, çështu e ka bën eksportin. Domethënë Keku që e ka shitur me 10 euro, 10 euro. Keku sa herë të bën eksport, është energji të pritës të cilën nuk ja blen Kesko. Kesko ka mundësi mja refuzu energjinë elektrike Kekut, po Keku nuk ka mundësi me e shit dikun tjetër pa e pyet Keskon apo e don. Edhe tash, si furnizuesi mundësisë së fundit, Keku nuk ka me marr energjinë elektrike që e shet vet, që e prodhon vet edhe mja u shit bizneseve, shtynë 1300 bizneseve. Jo, Keku ka me fillu ndrimin, ka me prodhu, ka me pyet Keskon sa energji të vyn. Edhe Kesko i thot krejt energjia që ti e prodhon mu duhet se bile as kjo s'po mdel si për momentin, na po flasim sot është data 29 maj, sot me i këqyr pasqyrat, na jemi tu importu energji elektrike. Dje kena importu energji elektrike para 2 ditëve, çdo ditë. Do më thonë sepse kapacitetet janë qashtë vogla që tash gjeneruse, sa që na në muajin maj jemi tu importu energji elektrike. Dhe tash Keku, energjinë elektrike që e prodhon vet, ka me ashit Keskos, me çmim 29.6 euro megawatt ur energji elektrike, për me i furnizu qëto 1300 biznese, në qofë se ky vendim ngelet në fuqi, ka me dal edhe me bli energjinë elektrike në burë, sa e bli në Alpeksa, në Hupeksa, kudo tjetër. Ka drejt me furnizu me çmime tjera, me prodhim të Kekut, kështu e përmeni. Qysh me çmime tjera, me çmim të importit, që ka me marë për bazë çmimin e importit. Çmimin e importit, sepse ka me importu. Ministria veç nëse nuk e din. Ministria duhet me ditë që Keku krejt energjinë që e prodhon fillimisht ka mja ofru. Jo, justifikoj që çmimi 29 euro që e blen prej Kekut nuk mundet me përdor qatë energji me shit të bizneset, me çmime të bizneset. Jo, a e dini për çka? A e dini pse?
sepse këta, do më thonë, thirrën kosti edhe ZRE-ja, thirrën që këta mujnë me ditë saktësisht, mujnë me e bo një farë lloj përcjellje. Jo. Për shembull, nëse keku i prodhon sot, ku e diun 700 megawatt, ose nuk i prodhon 700 megawatt, i prodhon dikon 300-400 megawatt ke kapacitetet para 2 ditëve, që është të e prodhu, 300 tjera është të importu, po menoj, sepse kanë rënë, kanë avaria, janë remonta çka. Është në remont. Po. Një tjetër. Do të thonë ZRE-ja e din. Po kapacitetet janë 900 megawatt. Keku ka me ble energjinë elektrike këto 60 ditë në bursa ndërkombëtare. Në Alpex ose në Hupex. Mirë, por nuk ka me mujt pafundësisht, edhe pse është treg i deregulluar. Domethënë nuk ka treg faktikisht sepse është furnizuesi i mundësisë së fundit. Kjo është mundësia që në mënyrë që mos më lën biznesin me një qeshur pa energji elektrike, kanë thonë kekut furnizoti. Çysh kime furnizu? Kime marrë për bazë çmimin e importit dhe na kemi me ta leju ty një marzh të vogël. Domethënë marzhën e fitimit në çet rast kekut kam ja caktu ZRE-ja. A në qoftë se biznesi e bën një kontratë me cilën do prej këtyre 19 operatorëve, çat marzh të fitimit ma nuk e cakton ZRE-ja. Edhe çto 60 ditë kekut marzhën e fitimit ja cakton ZRE-ja, që është apet një farë lloj kontrolli i çmimit. Mas 60 dite, nëse që ky vendimi ZRE-s ngelet në fuqi, keku ma nuk e ka obligim me i furnizu këta. Keku e ka obligim, po me çmim tregut. Mundet mi thonë çmimi është sot 300 euro, edhe ti kime nënshkru kontrat me mua, kime ble, nuk kime ble. Bizneset, nga bisedat që i kam pas, thonë që na ende nuk kemi kontrat me asken, për shkak se kontratat janë qaq të komplikume dhe janë me penalti të tilla, sa që bizneset tona as kapacitete njerëzore nuk kanë me hartu dhe me analizu edhe me hynë marrëdhënie kontraktuale me furnizues të energjisë me kontrata, të cilat shoqërohen me një malë të penaltive. Tash imagjino biznesi sa duhet me ditë sa ka me shpenzu energji elektrike ta zëm për një periudhë caktuar kohore. Dhe në kompanitë nuk e ofrojnë më çton. Në treg të energjisë nuk e ofrojnë më. Përpara kanë ofruar me kontrata një vjeçare, po tash në qoftë se këta, po, në qoftë mirë po, ai kontratën e don me pas, ty nuk ta ofron është ta për një vjet. Po në anën tjetër ai don me ditë që ti ki me qenë në lidhje kontraktuale me të për 12 muaj. Edhe ai të thotë, nëse ti i ke kërku ta zëm, ku e dione, 50 megawatt apo orë energji elektrike, dhe ty nuk duhen në një periudhë caktuar, duhen ty 10 megawatt, ti ki me pagu. Domethënë, e more se more ti ki me pagu energjinë elektrike. As me kapacitete humane, njerëzore që kjo besoni që është tepër e rëndë, mos të flasim për kriteret të diskriminuese. Imagjinoni sot e bisedonim bashkë me kryetarin këtë çështjen e energjisë elektrike dhe ra fjala për kompani, domethënë ky kriteri prej 50 punëtorëve. Sot në Kosovë ki call centers, ki kompani që po punojnë shërbime outsourcing, domethënë për kompani të huaja. Imagjino, një kompani e cila i punson 1000 punëtor dhe të vetmin shpenzim të energjisë elektrike e ka poçat elektrik, eventualisht domethënë ngrohje nëse ftofjen, edhe ka përdorimin e kompjuterave, veç pse i ka të punësum. I ka 1000 punëtor në ashta i ka të punësum, ti e përjashton. Je ty stimulu në fakt biznesin për kontra. Me pas punëtor sa më pak. Do më thonë, një kompani që ty... Ose një kompani që i ka pas 14 dhe dënë më rrit, mi po 50, mos ka llogari me rreziku me rrit numrin. Do më thonë se ka pas një kohë një reputacion të keq për këto call centers, po këto janë kompani, është treg komplet i rregulluar. Kompani e cila ofron shërbime për simensin. Kompani e cila, do më thonë, ofron shërbime për provajderat e energjisë në Gjermani, në Evropë, kudo tjetër. Do më thonë, ata thjesht e kanë gjetë një fuqi të lirë punëtore, këto që po e din gjuhën, edhe në vend që me e punësu një Gjerman atje që ja paguin pagën 4.000 euro, ai po e paguin një shqiptar 1.000-1.500 euro, edhe ky po ja kryen punën perfekt. Mirë po, që ky biznes, zoti Kurti, zonja Rizvanolli, duhet me ditë që 1.000 familje ja ka hek për i varfrije, sepse ja u ka ofru një mundësi me punu në Kosovë me një pagë deri 1.500 euro. Çka po bën ti? As një politikë fiskale, stimuluese nuk e ke bë, po që është një mëngjes dhe po thu unë të arriti ty energjinë elektrike 260%.
se është krejt në rregull me shku me kapacitetin ashta. Me i thonë për shembull dikujt atje, ti je fabrike madhe, e cila jetë të eksportu edhe me bot në 3 blok tarifa. Me kapacitete, po edhe këtë me po. Sepse nuk mund është edhe me qitë tashti, mi arrit energjinë elektrike 3 fish një prodhuesi i cili është të eksportu në Evropë. Imagjino, edhe ti komplet ato e bën të pa konkurrueshëm. Me subvencionu edhe këtë vetë zonë barame. Edhe ai kish kushtu qytetarit, biznese ma lirë nëse e kish subvencionu qeveria me ato pare që na i paguajmë taksat tonë. Ne tash jemi në pikën ku situata duhet me zgjedh, domethënë opsionin me pak të keqin. E keni parasysh, nuk ka opsion të mirë. E mira e smirës i shken që me pas qenë menaxhim i mirë i sektorit. Me pas na kapacitetet reja gjeneruse gjatë këtyre 4 viteve, zërreja njësia për monitorim politikave kabinetit qeveritar me kry punën e vetë qysh duhet, zërreja me kry punën e vetë qysh duhet, kosti me kry punën e vetë qysh duhet, edhe do më thonë na me qenë para një situate ku nuk kemi në muin maj bloqet në remont, ku kemi kërkes ma të vogël për import, ose e mbulojmë komplet me kapacitetet tona gjeneruse, ti e përmendet që 900 megawatt orë e kemi kapacitetet gjeneruse, na i kemi 3-400. I kem kapacitetet në javën e kalume që jem kapacitet gjenerus dikon 470 megawata, nuk e di tash s'po mbujtohet saktësisht se muj me gabu në shifra. Kryesorja jem të importu, a konsumi llogaritet gjatë muajit të verës me qenë 700 megawatt. Domethënë na kena pas të prica për para gjatë verës dikon 100 deri në 200 megawatt. Mirë po. Ma dhe një informat, nëse ishë shku me kohë në remont kapital bloqet e termocentrale, rritet edhe për 20% kapaciteti i prodhimit. Për 20 megawatt rritet. Sot, ose që 2-3 vjete, jemi të punu me minus 10%-20%, se për nuk shkojnë me kohë në remont, kapaciteti për ty në prodhus bjetë. Sikur t'ish menaxhu mirë sektorin në 4 vjeçarin e fundit, unë besoj që na nuk e kishim pas situatën e tillë dhe nuk kishim pas nevojë me ardh deri te ngritja e tillë të ai. Me qenë se jemi sot që këtu, ka mujt me ndodh keq që kjo hajni edhe keq që ky ndikim i madh i mafias energjetike në Kosovë, me keq këto shekin apo me skandalet që e qunë në burg në Agip Krasniqin, me tenderën i burimor, me dështimet e një pasneshme, Martin Berishajn, Genin, ketë këto lidhje dhe të kjo milionat për transport energjisë elektrike, a beson që janë të përfshinë në këto afera edhe njerëz e prej Albin Kurtit të poshtë ministrat të varësit e qeverisë kaluar? Ose a kishin mujt me u bo pa djenin e tyre? Zoti Dakaj, unë nuk muj me abo gjyqin kërkujna. Ajo që ka poshihet, jo, e kam fjallën, nuk muj me abo gjyqin askujt. Po unë e kam një problem, jashtëzakonisht madh, do më thonë kur dikush i mbron të tjirat, edhe del kundër fakteve të cilat po shifen. Do thot këtu, mandej veç fillon me ardhë një farere, edhe kjo është arsyeja pse të gjithë këta indikatorë na po kërkojmë hetim. Unë nuk po them që me cilin prej tyre ka mbrojt Albin Kurti, madje edhe të fundit Ministri Transportit e unë personalisht edhe Lidhja Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk kemi thënë merrni dhe çani direkt në burg. Unë personalisht kam kërku hetim të thellë. Prej ditës parë. Qysh ka mundësi që për shembull me krejt dokumentacionin e mundshëm është vërtetu që Martin Berishaj i ka tërhek 1.4 miliona sa ishin ato që 23 shkrime të bazu në dokumenta e kemi pas në Infokos dokumentacion i cili nëse zgaboj ka rrjedhë edhe prej Agjencisë së Inteligjencës Financiare apo jo, domethënë nëse zgaboj paparaci i pat publiku e tjera. Dhe del kryeministri i vendit dhe prej kryeministrit të gjithë të tjerët dhe mbrojnë Martin Berishën. Në Agip Krasniqit, përpos që ja kemi pa korespondencat e gjanat të tjera, i kemi pa dhe ato mesazhet në WhatsApp, ku edhe kryeministri nëse zgaboj është në grupë edhe ministri edhe të gjithë tjerët, dhe më thanë flasin për me i dhonë të nderin, e cila nuk ka asnjë funksion, flasin për me i dhonë të nderin një kompanije e cila në një konkurrencë të hapur ka qenë e papërgjeshme dhe thonë që me ja dhonë edhe nëse zgaboj ja kanë dhonë
të njëjtës kompani, apo jo, një Po, tender. e ka marrë, ka dështu, është Edhe që kjo gjithashtu projekt dalin është edhe në është mbrojtje, problem. dalin edhe në mbrojtje të Nagipit. Nuk e kemi, pra po e them, Albin Kurti, unë për herë të parë për Vuk Hamovicin, Damir Fazliqin, mafinë energjetike, kom dëgju prej Albin Kurtit në një intervistë ku ai ja jep Leonard Kërçukut dhe Berat Buzhalës. Po. Nuk e di cili vit ka qenë, po Albini ka qenë në opozitë. Unë atëherë kom dëgju për herë të parë. Ndërkohë që dul tash që EFT-ja e Vuk Hamovicit është njëna prej kompanive që përfiton kur bëhet 800 euro transporti i megavatit të energjisë elektrike, asnjë fjalë Albin Kurti nuk e ka thënë dhe ka dalë sot ka thënë koha e barrikadave ka kalu. E cila barrikada ka kalu? A ka kalu koha e barrikadave, ka ardhur koha e Vuk Hamovicit apo Vendore të çysh? bizneset atë Apo çysh, domethënë, a ka kalu, domethënë tash barrikada po i çun bizneset prodhuese, e për ty kompani e mirë dhe e ndershme po duket kjo, sepse ti njerëz të cilët ta kanë toleru këtë, të jetu i majtë në funksione. Bordin e kostit e ke caktu vetë, bordin e ZRE-s e ke caktu vetë. Ata refuzojnë me ardhë në Kuvend të Republikës së Kosovës, po vinë të raportojnë ty si deputet në ndërtesat e qeverisë. Dhe po e them edhe një herë, e gjithë kjo le të hetohet, le të auditohet dhe përgjegjësit le ta marrin dënimin e merituar. Na si vend nuk mundemi me u vu në funksion të një rjete, të një numrit të caktuar, apo të një mafie që ai vetë ka quajtur mafie energjetike. Nuk mundemi me u vu në Më nuk po funksion. na del atje se Ose le të urdhnojnë, le të vinë kuvend, le të vinë për studio televizive dhe le të dalin përballë. Nëse janë kundër, unë se kam dëgju as edhe një zyrtar të ZRE-s apo të kostit, e cila ka dalë dhe ka thonë jo, nuk ka kushtu 800 euro transporti megavatit të energjisë elektrike. Absolutisht, sepse po i hymë edhe kemi pa në sakau, sepse tash ata na e mësuan, po dimë. Zone Bajrami, ma djellë të kjo kontrata skandaloze e fabrikës për mbetjet shtatësore, e pam që dule edhe aty një kompani ose një kompani për Beogradit. Jënë shumë tema, shumë skandale që nështë duhet me zgjatë një 2-3 orë për me po. Vishë du me dalë nështë ta i ke po shkrimet një në fokus, që një 2 javë jemi të ju morë me statistika. Edhe ato që jone nuk hezitoj me qujt me demasku Hekaran Muratin edhe Albin Kurtin me këtë propagandën që e kanë bërë një 4 vite me punësim, me numrin e të punësume. Që ka në zerë ma ditën e parë, e që u dok shumë e çuditshme që ka u zhdukën një 100.000 të punësun në raportin e të mënishit, tërmujoshit parë të këtij viti, krahasu me të mëkatshën e 2024. Na pedim, por ato që e kanë propagandu gjatë gjithë kohës që i punësun mbi 80.000 veta, 104.000 sa e kanë pas gjatë të në kohës. Unë personalisht gjatë 4 viteve të kalume jo marrë pikërisht me demantim të manipulimit që ata kanë bërë me shifrat në ekonomi dhe ka qenë manipulimi më i madh dhe sinqerisht nuk e kam bërë për protagonizëm, por nuk kam mujt me qëndru indiferente ndaj shifrave, sepse del ke zyra statistikore, Agjencia Statistikave të Kosovës që operon në kuadër të zyrës kryeministrit, thoshte diçka, ose për shembull sërit kohore tek Ministria e Financave, në anën tjetër komplet diçka tjetër, pasqyronte Hekuran Murati dhe të tjerët në Facebook. E kam pa, unë po e ndërlidh me atë, i kam pa shkrimet e Infokusit dhe e kam pa reagimin e juj për ato ka u zhduken 100.000 llogari aktive në trust, edhe ju keni përdor saktësisht të njëjtin parametër që po e thu me të drejtë, me të cilin këta 4 vjet janë lavdru se sa e kanë rrit punësimin. 4 vite, këta heri kanë marrë llogarit aktive në trust, heri kanë marrë shifrat e ATK-s. Edhe unë gjatë gjithë kohës ju kam thonë që vendet të punës janë vendet e krijuame mesatarisht në vit ata që paguajnë 12 muaj gjatë vitit kontribute në trusin pensional. Edhe mbesoni ose ju, diferenca, i keni edhe ju dhonat për para, po e shë, diferenca në mes të vitit 2024 dhe 2023 është 2500.
Po. 2500 vene të reja të punës. Këta kanë fol 347.486 në 2024, në 2023 kanë qenë 343.906 Imagjinoni. të konsum. As tërësisht 3.000. Ky është trendi ma negativ i rritjes së vendeve të reja të punës në historinë pas luftës në Kosovë. Asnjëherë. Ka përdorur edhe në fushat. Asnjëherë, lejo të them. Asnjëherë nuk ka ndodhur. Po ti e suksesi. the, këta kanë pas një slogan, punë dhe drejtësi. Asnjëne nuk e kanë bë. Sa i përket drejtësisë, nuk kanë lënë njëri të pa korruptuar me dalë dhe me marrë në mbrojtje. Edhe unë kam një problem me këtë. Edhe kanë sulmu sistemin e drejtësisë, diçka bie drejtësia ndryshe. Prap po ndërlidhe me atë se çfarë the, a dyshon që këta janë të ndërlidhur. Unë edhe në kuvendin e Republikës së Kosovës e kam thonë. Për mua, cili do person që del në mbrojtje të hajnave, nuk kam qysh e kualifikoj ndryshe. A e dini pse? Sepse nesër, kushdo që përfshihet në një skandal dhe mund t'i takoj partisë time politike, ta garantoj që nuk dal me marrë mbrojtje. A e dini pse? Sepse në partinë time politike nuk ka ndonjëherë rast ose forum në të cilin unë ka marrë pjesë dhe ne kemi thonë që ju mbrojmë nëse bëni gjana të tilla. Jo. As nuk kanë marrë njerëz që i kemi funksionar kërkesat e tilla. Nëse dikush e ka bën, e bën në përgjegjësinë e tina individuale. Përndryshe kur t'je i përfshim, e nëse i ke çu njerëz me qëllimin për me keq përdor pozitat zyrtare dhe buxhetin e Republikës së Kosovës, mande ki obligim me dal me i mbrojt. Se qysh ka mundësi kryeministri me ditë për shembull me qenë në dieni dhe me qenë garant se çfarë ka ndodhur në ministri ta zëm të tregtisë dhe industrisë. Qysh mundet ministri me qenë garant në Ministritë e Energjisë për kostin? Qysh mundet ministri me qenë garant për Ministritë të Bujqësisë? Nuk ki shansa. Aty kish kalu. Dhe ndëgjë, a e dini pse? Edhe kjo kontrata për cilën është intervistu Ministri Peci, kish kalu në për zyrën e vetëm kryeministit. nëse je i përfshim. E kur je i përfshim, atëherë ke obligim Që i përfshin zëvendës kryeministri po del, e ke për obligim mandej me dalë me mbrojt. Po, punë nuk ka pas, sepse po e shohim që do më thonë nëse i merr shifrat prej vitit 2008, në vitin 2008 numri të punësuesve ka qenë në sektorin, do më thonë 143.000, imagjinoni kur e kanë marrë këta mandatin në vitin 2021 janë kanë 315.000. Do thotë prej 2008-s deri në 2020 është 100% është rrit numri të punësuesve, më shumë. Që i ka ra dikon 43.000 e ka shku në 350.000. Tash s'po kem ku me llogarit statistikat, po nëse i shet, do më thonë që ja për shembull, në vitin 2011 janë kanë 175.000, edhe në vitin 2012 i ki 202.000. Që nën kupton 27.000 i ki ma tepër brenda qëtyre 2 viteve. Në ndërkohë, këta në 2021 ka qenë numri i të punësuesve 315.000, edhe ku kanë mri? Kanë mri të 300... 3.530 vetë për del që për një vjetë? Jo. Për... Okej, jo. Për një vjetë, tash për llogaritë për 2021-s, do me thonë këta në 2021-n e kanë marrë 315.000. Me 315.000 e kanë marrë, tash e ki 347.000. 347.000. Po. 315.000. 27.000 vende. 27.000. Vende të reja punës. Po. A këtë fushatën e kanë përdor mbi 27.000 vende të reja të punës janë shtu për një mandat. Po. Veç shikoje, diferencën në mes të vitit 2011 dhe 2012, se veç më shkoj. Po. Do më thonë këtu, e ki 27.000 e ki mrena vitit, diferencën. Ose 2000, sa ke këtu, 2019, 2021. 2019, 2021 e ki 88 me 98 janë 10.000 vende të reja të punës. Do të thotë e ki 18 dhe 19 pas ka po në vitin 2024. Këta e kanë përdorur, është e vërtet, unë e kam shpjeguar disa herë se shifrat e ATK-s nuk mund të merren parasysh sepse ATK e llogarit po mendoj, ato tregojnë se sa herë një person merr të ardhura dhe e kam shpjeguar për shembull, kam thënë se një kamermani juaj mund të shkoj dhe të krijoj shërbime në një heng familjar, në një dashsëm e tjera dhe mund të paguhet përmes bankës. Ai mund të ketë, domethënë, le ta them,
3 evente gjatë muajit dhe paguhen. pagën të ju dhe ai llogaritet si 4 herë, si 4 personat e E punësuar. që to me Për këtë vedije arsye, këta i kanë kjo tabel, prezantuar si sukses të qeverisë. Kjo tabel të dhëna zyrtare nga Trusti Pensional i Kosovës tregon që ky është numri mesatar faktik. i personave të cilët 12 muaj gjatë vitit paguajnë trust pensional. Ai për neve është i punësuar, sepse do më thonë, ti punësu mundet me qenë edhe punësim sezonal edhe diçka tjetër, po ajo është diçka. Hyrje e inteligjencës Kështu që nëse ata dhe po mendoj nuk e pash që ata patën ndonjë reagim, deri më sot nuk e kam pa, absolut. Për një 4-5 shkrimi kemi Unë bërë besoj tash, po që s'kam pas asnjë reagim. nëse hyn edhe në reagimet e tyre sa herë që ata janë lavdruar gjatë mandatit janë pikërisht këto, Sa llogarit dielli aktive. kemi çu pyetje, po nuk kanë kthyr Të përgjigje. cilat jo s'po pres që përgjigjen. Kështu që kanë dështuar edhe në punë, kanë dështuar edhe në drejtësi, domethënë në drejtësi duke i marrë secilin të korruptuar, duke e marrë në mbrojtje, duke garantuar, nuk e di me çfarë guximi. Sistemin e drejtësisë të sulmon Nuk e di me çfarë guximi këta marrin në mbrojtje secilin person i cili akuzohet për korrupsion. Kanë provu me çdo kusht me i kap organet e drejtësisë përmes domethënë ligjeve të ndryshme, kinse në emër të reformës, duke dashur me politizu secilin institucion, e kanë shkel mbi 10 herë Kushtetutën e Republikës së Kosovës, në ndërkohë që thirrën e kushtetutë sa herë që ju konvenon në kushtetuese, thirrën sot kur e kemi bllokimin e kuvendit, këta po thirrën në vendimin e vitit 2014, situata në vitin 2014 nuk ka kur gjatë përbashkët me situatën sot, në ndërkohë që 12 herë e kanë shkelur Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe kur flasim ne për shkeljet kushtetuese, ata thonë se gjykata kushtetuese është e kapur. Gjykata kushtetuese e cila përmes një vendimi ka sjell ata në pushtet. Konsideroj që qytetarët e Republikës së Kosovës duhet me pa drejt se si kanë diku politikat e qeverisjes së Zotit Kurti në kualitetin e jetës së tyre. Me pa që trit janë duke na ik, vendi është duke na u zbraz, çmimet janë duke na u rrit, kemi ajrin më të ndotur se sa e kemi pas, kemi shëndetësi më dopt, kemi arsim shumë më dopt se sa kemi pas, edhe unë konsideroj që sinqerisht duhet të jepet dënim i meritum secilit që manipulon me besimin qytetar. Zonja Bajrami, faleminderit shumë. Faleminderit. Qëllimisht nuk pyeta as për kuvendin, as për këto dramat teatrale që janë të ndodhur në kuvendin e Kosovës. Du më të përgëzuar dhe du më të falenderoj shumë për punën e jashtëzakonshme që ke bërë, për që ke qenë zëri më i arsyeshëm kritik edhe i argumentuar ose i bazuar në fakte gjatë gjithë kësaj periudhe. Ta thash kur thirra në telefon, por kjo është fatkeqësi që jeni ndër të paktat në opozitën e këtij 4 vjeçari që keni qenë ton kohën aktive dhe keni punuar jashtëzakonisht shumë me i argumentu këtë këto që edhe me qenë gjithmonë e hapur për media, për gazetar, për me sqaruar këtë këto edhe dilemat ose dyshimet që i kemi ngritur na si media. Faleminderit shumë. Po du me thonë që nuk jam e vetmja, unë konsideroj që partinë politike në cilën vi kemi shumë njerëz të cilët punojnë dhe bojnë opozitë, tash secili e bën opozitën në mënyrën e vet, ndoshta unë pak jam ma insistuese në atë se çfarë unë besoj, po edhe unë du m'ju falenderoj juve dhe të gjithë kolegët e juaj, sidomos ata të cilët bojnë gazetari hulumtuese, sepse me të vërtet nuk është që nuk na e keni lehtësuar punën. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Kritika adresohen edhe ndaj Me një opozitës. qeveri arrogante, me një qeveri e cila Shau ka sport dikush që vjen në spital thotë i posh 3 Ministrin mjesë e me. Financave nuk e don as partia e vet. Unë na çdin Komorana jo punë e mova, kupton? Me kanë Abdullah Hotin në një parti të që nga